Policia nuk ka të dhëna se sa shkelje ka regjistruar sistemi SafeCity për veturat zyrtare. Sipas ministrit të Brendshëm Pançe Toshkovski, në bilancin e shkeljeve të regjistruara deri tani, pavarësisht se janë në cilësinë e vërejtjeve, numri i kundërvajtjeve me vetura zyrtare është shumë i lartë. Toshkovski tha se periudha e edukimit të shoferëve po jep rezultate konkrete. Sa gjoba janë shqiptuar për shkelje në komunikacion ndaj veturave zyrtare nga sistemi mençur, por aq sa janë shqiptuar për veturat jo zyrtare. Përkatësisht, gjoba nuk ka për momenti, por ka vërejtje. Në këtë moment nuk kam të dhëna se sa vërejtje janë dhënë për vetura zyrtare dhe sa për vetura private. Por një gjë ta dini, sistemi regjistron çdo një kundërvajtje, pavarësisht se nga kush është bërë. Por derisa Toshkovski shpreson që sistemi të hyjë në funksion më një shkurt, kryeministrit Hristian Mickoski nuk i ngutet. I pyetur nëse i ka siguruar 80 votat e nevojshme për miratimin e propozim ligjit për kundërvajtje, kreu i organit ekzekutiv tha shkurt se akoma si kemi bërë matematikat si duhet. Akoma nuk i kemi bërë matematikën. Kuvendi javën e kaluar miratoi 4 nga 6 ligjet e nevojshme për sistemin inteligjent SafeCity. Ka mbetur pa miratuar kodi i ri penal dhe propozim ligji për kundërvajtje, zgjidhje ligjore sistematike për të cilin nevojiten 80 vota në kuvend. Aktualisht, shumica parlamentare nuk i ka votat, ndërsa partitë opozitare në parim janë deklaruar se nuk e mbështesin. SafeCity ishte planifikuar të niste me punë më 1 janar të vitit 2026. Për shkak të reagimeve në opinion, zbatimi i tij në praktik dhe me fuqi juridike u shtyr për 1 muaj, por edhe kjo datë mbetet vetëm parashikim pasi pa miratimin e ligjit kryesor, atij për kundërvajtje, sistemi SafeCity nuk mund të hyjë në funksion.